Bek, fotot e kundër kandidatëve nga një komentim ju lutem. Regjia. Agim Krasniqi, iniciativa qytetare, Prishtina në dorën tënde. Për bes nuk e njo. Respekt, po nuk e njo këtë njëri. Vjojmë tutje. Lulzim Sylla, kandidat i pavarur. I uroj sukses. Fatmir Selimi, kandidat i pavarur. I uroj sukses gjithashtu. Merkur Beqirit. Nuk e di për Merkurin, po mdo këtë si ftyre njohur, po nuk e di. Nuk di për të. Besa Shahini nga PSD. Është e bon një fushat mirë, respekti për një themen, më bën që shpesh ja kom bo like në ato, se për shpjegon mirë ato që ka duhet, mirë po, për ndryshe nuk e di sa mundet në këtë fushat të eger që po shkon mes këtyne tjerve, sa mundet me të përtu, për ndryshe një burrin e saj e kam respekte, i uroj sukses edhe bes. Uran Ismaili, PDK. Është penges për me lonë më orë diçka e vërtet në shprejhje, po këtë dënë me majtë qështu më alashberyshe qeshtjen e Prishtinës, është pengesa e parë për mës mi hek që ata dy tjerë që jenë matë kësi se kë, e kë si jo maj kesë saj, se kë nuk e lenë më ndodhë ndryshimin Prishtinë. Edhe këto e ka bo që disa mandate, edhe vazhdojnë me bo njërë shumë përfide. Hajrullah Qeku. Si djalë do këtë i qetë, i mirë, ka pas kujdes edhe kur ka folë për mu, mirë po, thash, është kandidat për nën kryetar. Kë është një parti të keqe me bindjet majta, kooperativ, zadrug, nuk ka që kam i dhonë Prishtinës, sepse ajo situatë ka përcy. Tashna, po shkojmë ka ardhmja edhe rënekun e ka të keqë se këta e kam bloku shtetin e Kosovës. Të më thonë, kë kish mujtë nështë me këthy Salizybe në muanë që anej si kur i fort, po nuk ka harit diçka për ti. Përparim Rama, LDK. Përparim Rama, në rast fitore stina, Lumer Abdigji, ku kam i mojtë që to tubimet e mëdhaja me monitorat të mëdhej, krejt Kosova, LDK, po krejt kanë mu pagu pej taksave të qytetarve. Hajde, sa një Prishtinën. Ku është rruga e Zallit? Dëgjëm, unë e mas pari, së mund është më mëzonë ngështë. Ja, së përdu me të mëzonë ngështë. Po rruga e Zallit, e di që shetë Zall aty të shinat e trenit. Apo shetë? Që me kamiona. Apo shetë që së është bërë me të mëzonë, po veqa e një, Prishtinë. Mire devesh. Hajde. Që më të kandiduën e për GPS. Dere në qëfar orë punojnë autobusat e trafikut urban pa GPS? Unë me të regu drejt nuk e ana me autobus, edhe kom qef që ato si Elen Kerën të Prishtina madhe hip në autobus, që e nje, qytetar që njohin e qasi shqiptari, kom qef mja qiti drejk, vish me kësyrë qka është. E mdo këtë punojnë dhe në 12 natës. Dhe në 12 natës. Hajde, ku është lagja e profesorve? Lagja e doktorve e di është atje e profesorve në Kufshin se e në profesor doktor, ata është që e njejta në Kufë. Ku është? është e fakulteti teknik aty nga të spitali. Shikusit kanë me kalzuaj e ka qëllu beka ajo. A e ka bo beka në përgjigjet e sakta në krejt pyetjet që a e kena pyet për Prishtinën. Bek, të falenderoj shumë që kënë dhe për të pjusë. Falenderoj edhe për te.